Bashkimi Evropian ka vendosur të rrisë numrin e trupave paqëruajtëse në Bosnjë dhe Hercegovinë, si një masë për të adresuar tensionet në rritje mes qeverisë qendrore dhe liderëve të entitetit serb të Bosnjës, Republika Srpska. Misioni i EUFOR-it, forcë paqëruajtëse ndërkombëtare, ka njoftuar se do të rrisë përkohësisht praninë e saj në territorin e Bosnjës. Megjithatë nuk është specifikuar numri i saktë i trupave që do të dërgohen. Në një komunikat të lëshuar nga EUFOR-i, thuhet se kjo masë ka për qëllim të ndihmojë Bosnjën në ruajtjen e sigurisë dhe stabilitetit, duke theksuar se kjo veprimtari është e lidhur ngushtë me mbështetje ndaj autoriteteve të Bosnjës për të ruajtur rendin e përgjithshëm. Kjo vendim vjen pas një tensioni të madh, pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Bosnjës për të pezulluar ligje që ishin miratuar nga Kuvendi i Republikës Srpska, që kufizojnë funksionimin e institucioneve shtetërore dhe krijojnë mundësi për ndarje. Pjesë e forcës EUFOR janë trupa nga vende të ndryshme të BE-s dhe rajonit, duke përfshirë Austria, Greqinë, Italinë dhe Turqinë.